Labinoti plas bombën e madhe në mes të shtëpisë dhe krijon një nga momentet më të forta të sezonit. Gjatë një debati të nxehtë, ai deklaron para të gjithëve se Toni është i lidhur jashtë dhe se prej kohësh ka një të dashur, por po e fsheh këtë fakt nga banorët dhe nga publiku. Sipas Labinotit, Toni po sillet sikur është single vetëm për të krijuar histori të rreme brenda shtëpisë, duke i përdorur vajzat si pjesë të lojës për të marrë vëmendje dhe vota. Banorët mbeten të shokuar, disa hapin syt me habi, ndërsa të tjerë fillojnë të dyshojnë seriozisht. Kjo deklaratë ndez një atmosferë të tensionuar, sepse shumë prej tyre e kanë parë Tonin të sillet sikur po krijon lidhje të re brenda shtëpisë. Dhe tani gjithçka duket ndryshe. Labinoti vazhdon duke thënë se ai e di me siguri që Toni ka dik jashtë, dhe se sjellja e tij është thjesht një lojë holl për të manipuluar publikun. Ai akuzon hapur Tonin që po i gënjen të gjithë dhe se nuk ka pasur sinqeritet në asnjë nga afrimet e tij me vajzat e shtëpisë. Disa banorë fillojnë të diskutojnë mes tyre, duke kujtuar momente ku Toni duke i dyzuar ose i pasigurt, gjë që tani merr një kuptim të ri. Ndërkohë, vetë Toni ndihet i vënë në shënjestër dhe përpiqet të mbrohet, por tensioni është kaq i lartë sa që çdo fjalë e tij interpretohet si justifikim. Në shtëpi shpërthen një val dyshimesh dhe thashethemesh, ndërsa publiku nga jashtë mezi pret të zbulojë nëse deklarata e Labinotit është e vërtetë. Nëse Toni me të vërtetë ka një të dashur jashtë, atëherë kjo mund të jetë një nga skandalet më të mëdha të sezonit dhe një kthes e fortë në lojë.